Vlen po hyn në një fazë të re të organizimit politik. Në Tetov, sipas Vlenit, në kohë rekord u mblodhen 1300 nënshkrime për themelimin e Vlenit, me çka ka përfunduar procedura juridike dhe të gjithë kuvendarët e pranishëm nënshkruan që Vleni të themelohet si subjekt i vetëm politik. Ky organizim formalo-juridik vjen pas kongresit të bashkimit të 5 partive në një subjekt të vetëm më 9 maj. Sipas Vlen, kuvendi themelues konfirmoi unitetin e strukturave, energjinë e antarësisë dhe përkushtimin për të vazhduar veprimin politik në shërbim të qytetarëve. Bashkëkryetari i Vlenit Bilal Kasami në fjalimin e tij theksoi rëndësinë e kuvendit themelues në rrugtimin e konsolidimit të Vlenit. Unë kam besim të plotë se secili prej jush që jemi këtu sot, por edhe mirat e tjerë që nuk janë sot prezent, din dhe mund të mbrojnë të vërtetën dhe të japin një hon punës që po bën Vlen dhe të cilin po e realizojnë në çdo ditë. Prandaj të dashur kuvendarë, nga sot kur ma po përmbyllim një proces formal të regjistrimit të Vlenit, na pret punë në teren. Nga java që vjen, do të dalim në vizitë të gjitha strukturave lokale, nga ku do të prezentojmë punët të cilët janë bërë dhe ata të cilët na presin, por ajo që është më e rëndësishmja në strukturimin e Vlenit në çdo cep të komunave dhe teritorit ku jetojnë shqiptarët Maqoj të Veriut. Bashkëkryetari i Vlenit Izet Mexhiti vlerësoi se kuvendi themelues paraqet etapë të rëndësishme drejt fuqizimit politik dhe organizativ të subjektit. Kur kemi hyrë në qeveri para 2 vitesh, kemi hyrë me bindjen dhe me përgjegjësinë që shqiptarët të marrin atë që u takon. Dhe kjo nuk është thjesht një frazë e së përdorur, sado që tingëllon e tillë, sepse qasja jonë në institucione gjatë këtyre 24 muajve e demanton pohimin e tillë. Sot mund të themi me përgjegjësi të plotë se ndarja parabartë e hisës buxhetore po ndodh në realitet. Kjo shihet në projekte që po realizohen, në investimet që po bëhen dhe në punën që qytetarët e shohin dhe e prekin çdo ditë. Ndërkaq, nënkryetaria e Vlenit Mimoza Musa theksoi se Vlen ka zgjedhur rrugën e bashkimit dhe të interesit qytetar. Kjo rrugë nuk ka qenë as pak e lehtë. Na punuan pas shpine, na tradhtuan, por ne nuk u dorëzuam. Unë gjitëm lart e më lart dhe këtë e dëshmon sot puna jonë gjatë kësaj qeverisje 2 vjeçare. Në afat rekord mblodhëm mbi 1300 nënshkrime për themelimin e partisë, duke ju përgjigjur qartë nevojave të votuesit dhe duke reflektuar peshë politike. Kjo na dha edhe më shumë krah dhe forcë. Ndryshe lidhur me themelimin e një partie politike, neni 11 i ligjit për parti politike parashikon se një parti politike mund të themelohet nga së paku 1000 qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që kanë të drejtë vote dhe që kanë dhënë nënshkrimin e tyre për themelimin vetëm të një partie politike. Antari një partie politike mund të jetë çdo qytetar madhor dhe me aftësi të plota juridike i Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili jep nënshkrimin për antarësim vullnetar në partinë politike. Partia politike është e detyruar që para skadimit të çdo periudhe 4 vjeçare nga dita e regjistrimit t'i dorëzojë gjykatës themelore të përsaktuar në nenin 17 paragrafi 2 i këtij ligji nënshkrime individuale të vërtetuara te noteri në numrin e nevojshëm për themelimin e partisë politike.